Mirë se u gjeni. Salam. Fal. Po. Ai to jedi. Ja s'ka dorë fal. Mirë, bravo. Ka bo vetë këtë doktor, Sali Berisha gjithmonë numër 1. Me flamur kombëtar. Ka bo vetë. Fal këtë. Po shumë faleminderit që ke bërë. S'ka problem. Vetëm fitore, doktor. Si je fitore? Po, do të shpirtin. Fitore. Fitore. Pas. Ne hapim pak rrugën të lutem. Vetëm pak rrugën të lutem. Si jeni? Hajni mirë. Po s'kan tërpe. Report. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Vazhdojmë. Mirë se u gjaj. Si jeni? Ulan. Po. Erba. Ela ju. Skënderbeu venit. Si jeni? Ajni burasini. Zotit dhëtë gjera. Tunja tjetra. Si je? Të me lusë, doktor, ka ndalë me të të lusë Mirë se u gjani. Dhe falemderit shumë. Mirë se u gjeta. Falemderit shumë. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjaj. 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 Mirë sërët e to. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Mirë se u gjaj. Se edhe legend. Mirë se u gjaj. Doktor mirë se erdhe. Mirë se u gjaj. Dozit me kohë. Edhe ju. Falemderit. Përshëndetje, Përshëndetje dhe përshëndetit për zemër. Falemderit shumë. Inshallah fitoret fuqishme. Fitoret sigur, të fortë, si që meritojnë. Sukses. Formë enorme, se kemi ku që për presim të pak përpara, a që të tari. Doktor mirë se erdhi. Mirë se u gjeta. Si je? Jemi më parë. Po, vazhdoj. A je mirë? Si shkon? Rraf, falemderit edhe ti rraf. Falemderit mirë, si shkon ti? Salut la main. Attention, ça recule. Kemi një pjesë një surprizë. Si jeni? Edhe ju. Mirë se rrini. Si jeni mirë? Si e trujt zolli? Aje për rifon. Sali Berisha. Si jeni? Falemderit. Mirë se rrini. Ajni mirë. Si shkoni, si e kaloni? Trujt zolli fa. Edhe ju. Mirë se shkoni, si e. Aje mirë. Përshëndetjet për zemër. A jeni mirë? Mirë. Zonë, mirë, falemderit. Si jeni zonë? A jeni mirë? Si shkoni, si e kaloni? Mirë. Fitore. Bravo. Edhe ju, troni, sa masht. Edhe ju, përshëndetjet për zemër. Përshëndes, si e, si shkoni? Si duhet? Mirë. Ka më është në edja. Mirë, Fitore, inshallah. Fitore. Ne disa shtete do e o bëjmë, energjin do e ulim,
Energjinë do ta zbresim nga 18 në 6. Ujnë do e përgjysmojnë. Bashkisë do e vend që thirrin të thana. Nuk do mund verë taksat si pas qefit, por kur më shumë se sa 1% të xhiros. Do bëjmë gjithçka të promovojmë sa më shumë prodhimin vendas, por duke krijuar klimën më miqësore për biznesin. Problemi është më shumë rruga këtu në Krujë. Kruja, Uj dhe janë kena, do. Pa punësie. Krujnë, cili do që do të shoh për qëndrimin më absolut të pushteteve le të vinë Krujë. Kryeqytet krenar i pavdekshëm i kombit shqiptar e kanë zhveshur nga të gjitha institucionet. 12 vite përveç Bushit që investon për vete, 0 investime përveç betonit. Rruga ashtu siç ka qenë ka mbetur. Të gjitha institucionet ja kanë larguar, ja kanë hequr Krujës. Një rrugë e premtuar dhe me projekt të gatshëm ecën sa për të mos mbaruar ndonjëherë. Kruja emrin e merr nga fjala e bukur kruj, kroje, dhe ujë nuk ka. Unë gjithë një herë ai. Çfarë emri ti dhem nuk ka ndonjë, por unë gjithë dhe e kthej një gotë ujë atje. Ujë nuk erdhi në Kruj. Ajo që erdhi me probleme dhe ujë nuk erdhi dhe Kruja mes ujrave dhe krojeve vuan për ujë. Po kështu fermerët e Krujës, po kështu biznesmenët e Krujës, ne jemi për një ndryshim të madh. Spari këtë ndryshim ne do ta nisim atje ku është dhimbja. Dhe dhimbja është tek ata të cilët paguhen sot 3 herë më pak. Ja u them unë ju. Paguhen 3 herë më pak se sa duhet të paguheshin po të krahasoj rritja e çmimeve. Pra, një pensionist që në vitin 2013, vit në cilin buka ishte 400-500 lek, dhe sot është 1.000 lek, 900.000 lek, vit në cilin domatet ishin 100 lek, sot janë 400 lek, vit në cilin pra mallrat, ushqimet bazë ishin mbi 100% më të lira se sot. Në qoftë se bëjmë modelimin, do të gjejmë që pensioni që ishte 120 euro apo 140.000 lek, duhet ishte sot minimumi 390-400.000 lek. Në qoftë se rregulli është që rritja e çmimeve të mbulohet me rritjen e pensioneve, me rritjen e rrogave dhe diçka më shumë se sa rritja e çmimeve. Gjithmonë ky është rregulli. Por ky u kujtua për rrogat e veta. Ky rriti rrogat e zyrtarëve të lartë, i 3-4 fishoj ato, i edhe më shumë, kurse rrogat e ulta, pensionet, ky i la me indeksim ose pa indeksime, dhe faktikisht qoftë rroga e ulët, qoftë rroga e qoftë pensioni janë përpjestim të zhdrejt, të themi, me çmimet.
çmimet këtu janë sa në Europë, sa në Itali, çmimet e ushqimeve, po flas dhe të mallrave bazë. Buka u kushton shqiptarëve sipas Eurostatit, u kushton shqiptarëve rreth 80 herë më shumë se europianëve. Pse? Se duket shifra e lartë shumë. Por e para shqiptarët konsumojnë bukë 4 herë më shumë se mesatarja e europianëve. E dyta, shqiptarët kanë rrogën 6 herë më të ulë se sa mesatarja europiane. Pra, janë një seri faktorësh që e bëjnë bukën një mall të kushtueshëm, shumë më të kushtueshëm se ç'duhet të ishte për shqiptarët. Dhe tani këta zotrit, si ngushëllim kanë nxjerrë shprehjen, në Shqipëri nuk vdes kush për bukë. Tani duhet jemi realist. Për bukë në Shqipëri, vetëm qofse ka që zije bukës, po njerëzit kafshatën e kanë nda njëri me tjetrin, nuk kanë nda njëri tjetrin të vdesin dhe të dalish sot të justifikosh varfrimin që u ke bërë të tjerve, të justifikosh pensionin që jep tjetrit në një kohë kur bashkëpunëtari i tij në Maltëzi që mirëte më pak në 2013 sot merr 450 euro pension, ti nuk bën gjë tjetër vetëm justifikon vjedhjen dhe vetëm vjedhjen që u bën këtyre qytetarëve. Çfarë do thotë ajo? Ngushëllimi ka se s'dis ka njeri për bukë, që është një shprehje e pa moral, një shprehje turpshme. Nuk është problemi të shkoj puna të vdes njeriu për bukë. Problemi është që njeriu të ketë gjërat bazë, pa ngushtic, pa dhimbje, të mos detyrohet ti përzër fëmijët nga sofra, të u thotë shkoni se nuk kemi, nuk ka del. Pra, ka një qëndrim të papërgjegjshëm shumë ndaj qytetarëve. Çfarë do bëjmë ne? Ne thjesht fare ta dini. Ne do kthejmë parat tek ju. Ne parat që marrim nga qytetarët, nga se cili prej jush të vëshën në çdo mall që bleni, ne do i kthejmë një pjesë të mirë tek ju për rroga, për pensione dhe do vendosim minimumin jetik. Minimumi jetik është një shumë me të vërtet minimale. 200 euro, por është një shumë që çdo shqiptar e nxjerr jashtë varfrisë ekstreme. Nuk ka, një njeri që merr 6.3 euro në ditë, nuk është në varfri ekstreme. Është i varfër, por jo në varfri ekstreme. Kështu që me këte ne bëhem një shoqëri më e drejtë, më e moralshme. Dhe dëshmojmë se nuk do të lëm njeri në vuajtje, në dhimbje, në mjerim. Së dyti, rrogat e ulta do t'i ngrem me njëherë këto të brenda 100 ditëve në 500 euro. Rrogat sot në qoftë se do kishin ndjekur ligjin e inflacionit, rrogat e ulta duhet të ishin sot 730 euro. Po këta menduan vetëm për rrogat e larta. 3 fishun, 4 fishun, rrogat e larta. A mund të imagjinoni ju këtë vend me zyrtar 7.000 euro në muaj? Në botë vend i tillë nuk ekziston. Është fjala për rroga shteti,
se tek privatët ata caktojnë rrogat vetë dhe nuk unorin kush. Por, në botë, nuk ekziston një vend i tillë që një punojës të marrë 7.000 euro, një pension të jetë 120 euro. Kjo është jashtë çdo lloj morali dhe ka vetëm moralin e Edi Ramës, një narkoshteti, që sundon me krimin, që vjedh me krimin, dhe që largon shqiptarët çdo ditë nga Shqipëria. Pra, Rogën si hapi parë 500 euro, bizneset nuk ata më treguan se këto 12